kam, apo fush, det, lum, mal, pra gjitha janë shpellë, pra janë gjitha që janë rrethanoret, ujë, bukë, e tjerë, janë gjitha ato fjalët më kryesore, më të përdorshme, ato fjalët fillestare janë një rroshe dhe këtë e ka gjua shqipe si asnjë gjuhë tjetër në gjithë gjuhët indo-europiane. Pra, këto janë dy arsyet kryesore që janë munduar mbi të gjitha fshit tan ta sabotojnë forcisht Shqipen, pasi shqiptarët janë vjedhur nga territoret e tyre në radhë të parë, pasi ne dimë që atë gjenocid që kanë bërë fqinjët tanë fatkesisht në mënyrë të vazhdueshme, sidomos në shekujt e fundit, kundër popullit shqiptar. Atë e bën serbët që nga zona e Nishit, e sipër Nishit, nga Molla Kuqe e më poshtë, duke i zradikuar, duke nxjerrë nga shtëpitë e tyre me qindra, me mijëra fshatra dhe qytete që ishin ekskluzivisht të banuar nga shqiptarët, atë bën fatkesisht fqinjët tanë jugor, grekët e sotëm, të cilët e bën aktin e fundit më barbar që e bën kundër popullsisë qame, të cilët ndaj të cilës ushtruan një gjenocid të vërtet e të trisht, të cilin akoma sot vazhdojnë dhe mohojnë. Pastaj një gjenocid mbi popullin ton ka bërë Perandoria Otomane, të cilët është shumë gabim kur kemi iluzione që ne drejtuam, ne bëm, ne krijuam, ne s'krijuam asgjë në periudhën e Perandorisë Otomane. Mjafton të kujtojmë faktin që Perandoria Otomane në rreth 5 shekuj që ka pasur të kushtuar Shqipërinë, i ka shkaktuar një humbje në popullsi shqiptarëve mbi 5 milion banor. Pra në hark të këtyre 5 shekujve gati shqiptarët që kanë humbur jetën për arsye të konflikteve të vazhdueshme në Perandorinë Otomane janë mbi 5 milion. Dhe të kujtojmë që ne ishim të vetmit që vazhdonin në mënyrë të përsëritur të bënim qëndres mbas heroit ton kombëtar të lavdishëm Gjergj Kastriotit Skënderbeut, dhe kemi bërë rreth 1314 përplasje dhe betejë të mëdha, revoltë të mëdha, kryengritje të mëdha, kemi bërë plot 109 kryengritje gjatë periudhës së pushtimit otoman. Ndërkohë të gjithë vendet e tjera të Ballkanit, të gjithë popujt e tjerë të Ballkanit të sotëm, të Gadishullit, të Ilirit, të dikurshëm, nuk kanë bërë as sa 1/3 e gjithë atyre që kemi bërë ne në aspektin e kryengritjeve që janë 108. Por nuk kanë bërë as 1/100 e përplasjeve, pra përplasjeve që bën nga herë dhe një fshat u rebelonte dhe u çonte i gjithë në këmbë dhe pastaj shtypnin me forcën e armëve duke vrarë burra, gra dhe pleqe fëmijë. Pra ato kanë bërë, të kujtojmë, fqinjët tanë kanë bërë për fshirë otomanët dhe fqinjët verior dhe ato jugor kanë bërë piramida me kafka të gjyshrave tanë. Ne nuk i kemi prekur kur me dorë. Ne kemi pasur mundësi të akmerremi, të bënim dhe ne atë gjenocidin tonë. Por ne jemi populli bazës, jemi populli gjenezës. Është pamundur që ne të bëjmë tek populli tjera atë që ato kanë bërë tek ne. Dhe këtë na kanë marrë fatkesisht për dobësi. Në vend që ta merrin si një merite madhe e popullit tonë, të merrin si dobësi. Ndaj ata kanë kërkuar gjithmonë të na fshehin historinë. Të na fshehin historinë dhe të na vjedhin. Na tjetërsojnë historinë. Sepse shqiptari po njohi historinë e vërtet, ashtu siç e njohun, siç e njeh ti dashur Mario, siç e njeh një pjesë e shqiptarëve, shqiptarët do të ishin gjithë krenar, por fatkesisht shumica nuk e njohin historinë e vet, nuk e njohin sepse e kanë fshehur qëllimisht, nuk kanë qenë në mundësi që ta njohin historinë e vet, ndaj shumë prej bashkëkombëve tanë, bashkëdhetarëve tanë, dalë një konkluzion, jo, ne nuk do bëhemi kurrë, ne urrejmë njëri tjetrin, nuk duam njëri tjetrin, nuk është e vërtet as pak, pasi ne jemi një popull vital që duam shumë njëri tjetrin, ne bashkohemi në kauza të veçanta njëri me tjetrin, në moment të vështirësie ne i gjindemi pranë njëri tjetrit, ne jemi të lidhur njëri me tjetrin. Këtë e fakton lidhja që shqiptarët kanë në diasporë gjithandej, por e fakton dhe ajo që sot shqiptarët protestojnë pa hyrë në aspektin politik të saj, fakti që mblidhen shqiptarët në mënyrë vullnetare, të reja dhe bashkohen për një qëllim. Ato duhen kuptuar si një virtyt i shqiptarit që në rast rreziku, në rast kur e shikon të drejtë, të lidhet njëri me tjetrin, të afrohen njëri me tjetrin, ato gjithmonë bashkohen dhe krijojnë grupim. Dhe këtë e kanë ditur shumë mirë fqinjët tanë. Prandaj janë munduar gjithmonë të bëjnë atë politikën e vjetër romake, që ishte dividje d'impera, që
që ishte për qa e sundo. Aty kanë kërkuar të bëjnë përmes feve, aty kanë kërkuar të bëjnë përmes krahinave, aty kanë kërkuar të bëjnë midis veriut dhe jugut, por nuk kanë arritur asnjëherë me sukses. Por ama ka akoma tendenca të sotme për të futur përçarin. Por një shqiptar i mirë, një shqiptar që vërtet e quhen vetin shqiptar, përpara se të jetë musliman, katolik, ortodoks apo i fe tjetër, përpara se të jetë verior apo jugor, përpara se të jetë një parti apo i tjetër, është forcisht shqiptar. Në qoftë se një shqiptar i mirë e quhen vetin përpara gjithave shqiptar, atëherë është diçka tjetër në krahasim me ato që përqahen dhe pastaj sundohen nga të huajt, por dhe nga politikan pastaj pa vëmendje në asnjëri të një klasë politike që kërkon gjithmonë të fusë në dasi mes shqiptarëve për t'i komanduar ato, për t'i sjellur si mas terezisë tyre të momentit. Ndaj ne duhet të kemi parasysh që të qenë shqiptar nuk është një zgjedhje jone. Të qenë shqiptar është një luti e Zotit, na ka lënë Zoti, na ka lënë Perëndia, na kanë trashëguar të parë, na kanë trashëguar gjyshat dhe stërgjyshat tanë, të gjuhë që ne flasin na ka lënë Zoti lumti, na ka lënë gjithë ajo e kaluara jone lavdishme që kemi pasur. Ndërsa fet kanë hyrë, kanë dalë, kanë lëvizur në Shqipëri, dikush është konvertuar në një fe apo një tjetër, dhe feja është diçka personale, apo zgjedhja politike është diçka personale, që është që ti vetë sot, se dikur u impunua me forcë, por sot mund të zgjedhësh fenë që don, mund të zgjedhësh politikën që don, mund të zgjedhësh qytetin për të jetuar ku don, por nuk mund të zgjedhësh një gjë që ta ka lënë Zoti, që është përkatësia jote etnike. Ndaj ne i duhet ta mbajmë fort, sepse është parësore, është number one, është e para gjë në mënyrë absolute. Adheu jon, Shqipëria jon, shqiptarizmi jon, ashtu siç mundojnë sot të krijojnë një komb kosovar që nuk ekziston, pasi nuk ka një popull kosovar, ka një popull shqiptar që jeton sot në Dardaninë e atëhershme, që ka emrin sot Kosovë. Ashtu që nuk ka kosovar në luginën e Preshevës, po janë shqiptarë në luginën e Preshevës. Apo ato të Pazarit të Ri, janë shqiptarë në Pazarin e Ri. Apo të Deçamrisë, të Pargës, të Paramithis, i ka parë me sytë e mi që flasin akoma, me ndrojtje flasin shqipen, por e flasin akoma. Ato janë shqiptarë, arvanitasit janë shqiptarë, nuk ka lidhje fare ajo se si quhen ato. Le ti quhen si dojnë ato, unë me flas shpesh dhe me arbreshën. Le ti emrojnë si të duan, ato brenda janë, po që e lidh një popull? E lidhin dy gjëra kryesore. Nuk e lidh territori, sepse territori mund të jetë dhe mix, mund të jetë që ka dhe ardhje të popullsive të tjera. Po dy gjëra e lidhin një popull. E lidh gjuha që është themelore dhe një gjë tjetër themelore është DNA-ja e tij. Pra ne kemi qoftë me arvanitasit, qoftë me arbreshët, qoftë me shqiptarët e Pazarit të Ri, qoftë ato të Bujanovcit, qoftë me shqiptarët e Kosovës, të Iliridës që sot gjendet në Maqedoni, e tjerë të Malit të Zi.